Sali Berisha ka bërë marrëveshje pa numër me Edi Ramën vetëm që të rrinë që të dy në pushtet. Dhe kjo është këtë selot topi, kështu është, ka bërë marrëveshje. Kjo është arsye që unë nuk dua të dëgjoj më për Sali Berishën, sepse është tradhtar i të gjithë demokratëve shqiptarë dhe i demokracisë shqiptare dhe i popullit shqiptar. Është personi që ka shumë për të dhënë. Në këtë rast dua të drejtojmë dhe një herë atij Spakut, atij zotit Dumani, atyre zotërinjve të BKH-s. Nuk gjykohet dhe nuk kritikohet Sali Berisha për klubin Partizani. Sali Berishën duhet ta gjykojnë dhe ta dënojnë për tjetërsimin e pronave, e industrisë, fabrikave, uzinave, për tradhtinë që i ka bërë të djathtëve shqiptar, të burgosurve politik, që nuk theu pronat e tjera. Këto janë me këto duhet gjykuar Sali Berisha, jo me ato. Pra, vim tek se më çove tek PD-ja. PD-ja zotëri kapet si mbyturi për flesh të kokës. Ka mbaruar PD-ja si parti politike. Avokat, me që jemi në SBA, po vizita e shefes Shishit dhe takimi me shefin e CIA-s, mund të themi ishte vetëm për kortezi, një foto apo dalë se mund të luhet diçka aty? Pse ka bërë foto? Po. Mania e fotografive e politikanëve shqiptar me Amerikën. Kujtojnë se duke bërë një fotografi dhe kanë bërë Amerikën me vete, kaq gjë trash janë. Po mos ka qenë një mesazh kthej nga CIA. Dëgjoj, ato fotografit i bëjnë për të gënjur qytetarët shqiptar, për të thënë që shiko se ne jemi me Amerikën e venato Amerika tjera. Këto janë mashtrime. Dhe ata fotografit për këtë punë i bëjnë, nuk i bëjnë se i plasi atij drejtorit të CIA-s amerikane që të merret e të bëjë një fotografi me një drejtuese të shërbimit informativ shqiptar. Ndërkohë që ne presim të shkojë Rama, andaj Trumpi ka nis emigrantët në Ballkan. Kosova deklaroi sot që do i pranoj emigrantët e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara. Mendoni që edhe Rama mund ta bëjë këtë për hir të një pazarit mundshëm? Rama është gati që t'u jap komplet sheshin Skënderbej. Mjafton të jetë kryeministër. U ka skrupull Rama, mo kusht. Por Rama çfarëdo që ti kërkojnë ata, Rama do të thotë se jam plotësisht dakord, do të thotë, sepse Rama është një njeri yes man. Rama nuk ka karakter, nuk ka burrëri, nuk ka nder, nuk ka asnjë. Rama bën çfarëdo që ti thon për hir të pushtetit dhe për hir të karrikës. Po unë jam skeptik në një pikë. Donald Trump i ka dërguar ndonjë mesazh urimi për zgjedhjet presidentit të Republikës tonë ose Edi Ramës? Rama do ta kishte nxjerrë besoj. Kjo i thot të tëra, pyetja ishte retorike. Pra, nuk e pranon Donald Trump një sharlatan si Edi Rama për ta quajtur të barabartë edhe për të dërguar dhe mesazh urimi. Por një marrëveshje për emigrantët edhe mund bëj, mendoni? Por për emigrantët ai ka që të bjerë gjithë Afrikën e Hindin aty, mjafton të jetë u kërkon vetë, nuk ja thon ata. U thot bjerini, pse u thot bjerini? Se s'ka kusha kundërshtoj këtu, se ajo PD-ja e turpit nuk flet fare, nuk ndihet për këto krime që bën Edi Rama në dëm të popullit e të shqiptar. Po PD-ja do mund t'ja jete edhe vetë, se me Trumpin tani ata